njerëzit kanë tendencën të kërkojnë gjërat qesharake, gjërat që janë tallëse, gjërat që janë për të qeshur për momentin. Por në fakt, e vërteta qëndron ndryshe. Lufta është shumë e madhe. Ndaj dhe pali na thërret vëmendje tek Efesianët kapitulli 6, ku thot vishni armatimin e Perëndis. Edhe një nga armatimet është helmeta, pra e mendjes tënde që ti e mbron atë me fjalën e Perëndis. Ti vesh parzmoren e besimit, pra çdo gjë tjetër është nuk deporton dot. Ky është realiteti ku neve ndodhemi sot. Neve mund të themi që ne kemi të gjitha kusht, kjo është e vërtet. Por me kushtet që të gjitha që neve kemi, vinë edhe sulmet janë më të frikshme. Sepse shumë njerëz ndikohen nëndërisht dhe bëjnë veprime ekstreme. Bëjnë veprime që mund sulmojnë edhe të tjerët, bëjnë veprime që edhe mund edhe keqdashëse për veten. Zgjedhja është tek ne. Ku do të fokusohemi ne? Me kë do të ecim ne në udhën tonë? Sepse neve po ecim, ne po jetojmë. Po kë do të zgjedhim ne? Edhe ajo që është më e rëndësishmja është për fëmijët tanë. Kë duam ne që të influencojë në mendjet e tyre? Botën, sepse po ta lesh fëmin jashtë me botën, fëmijët ndikohen negativisht edhe bota e brendshme, telefoni e këto.